Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sot kam derën e veçantë që të bisedoj me Saad Kelmendin, i cili është imam në xhamin e re në Fushkosovë. Allahu shpërblet që gjeta komin do disa qaste zbashku. Allahu shpërblet edhe ju, është nasi me konë zbashku me ju e Shekhe Saad, Zoti rujtë në rrodh. Amin. Për gjithë kontributin që po jep. Amin. Ne përndryshe jemi kolegë në Këshillin e Bashkisë Islame të Fushkosovës dhe me të vërtetë kam kënaqësi shumë të madhe, kam derë të madh që e kam kolegë. Ata që dashtu me diskutu së bashku me hoxhën është çështja e xhamisë. Kemi parasysh që kohët fundit kemi pas disa probleme me podrumin e xhamisë, me kupollën, a mundin më na tregu më në detaj se si ka ndodhur? Faleminderit shumë Shekhe Saad, mas pare edhe një herë ju falenderoj për mundësinë e dhënë. Fjalët që i thatë ju janë reciproke, edhe në kam derën dhe kënaqësinë të jem kolegë me juve dhe të punojmë bashkarisht. Sa i përket xhamis, është e vërtet që xhamia jonë, pavarësisht që ka emrin xhamia e re, kemi pas disa probleme teknike kështu. Kemi pas këtë pjesën e kupollës, ka fillu me pik uji, me hy brenda, dhe është dasht me e tërhek tërësisht atë kupollën që ka qenë e vjetra, dhe kemi bërë disa intervenime duke vendos një izolim që thirret kondor me flak, pastaj një lloj nivelizimi dhe pastaj ka ardhur me llamarinën e cila është një llamaриnë e bukur që ka filluar edhe t'ja jap jeshinë edhe xhamisë tonë. Është bërë një punë e mirë, këtë kjo me ndihmën dhe kontributin e xhamatit, të cilëve u jemi mirënjohës pafundësisht. Allahu xhaleshanu mos i ub kur ya Rabbi, i shpërblet në dunja dhe në ahiret. Amin. Si qëndron çështja me domon me financimin, ai keni plotsu financat për ta mbaruar edhe kupollën edhe podrumin? Elhamdulillah, ne kemi fillu qysh më herët me kontributin që japin njerëzit në për xhamitë tonë, qoftë në orkat sadakas, qoftë tek arkatari këshillit, qoftë përmes mjeteve tjera, që bojmë dal nga dal, fillojna me tubimin e këtyre mjeteve, pasi kemi pas shumë të nevojshme dhe desha them ndoshta edhe të domosdoshme intervenimin në këtë pjesë të xhamisë. Elhamdulillah, një pjesë e madhe e mjeteve financiare për rregullimin e kupollës veç është arrit. Tani na mbetet një punë tjetër e madhe, që është një nevojë tjetër e domosdoshme që të intervenojmë edhe në pjesën e bodrumit poshtë, pasi gjendja nuk është e mirë, ka lagështi dhe është nevojë e domosdoshme, patjetërsueshme që të intervenojmë edhe poshtë, pasi poshtë i kemi klasët për fëmijë dhe nuk janë kushtet as të mira, nuk janë ideale për të qenë fëmijët, është rreziku i ndonjë runazati, ndonjë sëmundje, ndonjë epidemie për shkak të kësaj gjendje. Do thot, çështja e podrumit është aty përfshihen nxënësat që mësoni janë disa klasa, gjithashtu edhe gratë falen ato apo ja? Edhe i ka hy lagështia dhe aty pastaj përhapet myku dhe gjërat kësaj natyre. Andaj shikues nderuar, siç po e shihni, nuk ju ka ik mundësia me fitu shpërblim të madh ai i cili dëshiron, se ku ka vend më të mirë për të investuar se në shtëpiat e Allahut. Shtëpiat e Allahut i kujdeset për tu, vetëm ai që beson Allahun dhe ditë e fundit, e fal namazin, e jep zakatin dhe nuk i frikësohet askujt përveç Allahut. Andaj ai që dëshiron me kontribu për këtë xhami, unë sinqerisht e ftoj, sidomos tash Ramazan, me vërtet vetëm një tull me kontribu në xhamia shpërblim i madh. Profeti alayhis salam ka treguar që kush e ndërton një xhami, qoftë edhe sa foleja e një zogu, i ndërtohet një pallat në xhenet. Na shumë mirë e dim që me një falë një zogu s'u falet askush, përse dietarët kanë thonë që me dhon kontribut, çfarë do lloj kontributi për xhami. Andaj ju ftoj që ta plotësojnë edhe këtë pjesën e fundit, që në mënyrë që të kenë mundësi edhe nxënësat edhe gratë që të falen qetë edhe në podrum. Nëse mundem përfund edhe unë do kisha dhënë një mesazh. Sigur që dihet, xhamia jonë është donacion prej Arabisë Saudite, është ndërtuar pothuajse tëra nga një grua, atje shihet edhe emri Azizetu An-Nubejhi. Disa njerëz duke mos e ditë vlerën, do të mund të thonin se
pse arabët nuk janë ndoshta edhe aq shumë pjekur, pse me pas nevojë me shku me investu në Kosovë, ku ndoshta nuk i dihet kontributi i tyne dhe ka mujt me shku në ndonjë pushim ose rekreacion edhe t'i shfrytëzon ato para, por mendoj kjo është pasuria më e madhe për atë grua dhe të ngjashëm me të, që kontribuojnë në rrugën e Zotit, në shtëpiat e Allahut, duke qenë se kjo e llogaritim që të jetë prej asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu Adem inqata amaluhu illa min ihda thalath, kur vdesi biri i Ademit, të gjitha punët e tij ndërpriten përveç 3 gjanave, prej tyre të parën e ka përmend sadaqatun jariyah, një sadakë rrjedhse, e që padyshim shpresoj xhamia është prej kësaj. Është vend ku mbledhen komunitetet, të gjithë besimtarët, është një rahati, një knasi shpirtërore, pothuajse xhamia tona janë tani të stërmbushura dhe çdo kush që falet në këtë xhami asaj do t'i shkon shpërblimi. Dhe po shohim sa investim i duhur ka qenë i saj, prandaj edhe çdo kush tjetër, çdo vëlla dhe motër që lakmon në kësi lloj investimi që të i bën dobi edhe pas vdekjes, e ftojmë të kontribuoj në xhamin tonë dhe në xhamiet të tjera. Zoti shpëlet për rastin e mundsinë, o jemi mirënjohës dhe pafërsisht Amin, amin. Allahu të shpëbleft për këtë fjalë. Faleminderit shumë. Zoti Faleminderit.